Dikur kjo godin ka funksionuar si një shkollë, ku ka shërbyer si gjimnazi Shaban Demiraj, ndërkohë që sot, kjo është një godin e lënë harres dhe gangren. Në nëntor të vitit 2025, në mbledhjen e radhës të Këshillit Bashkiak u diskutua për zhvendosjen e ndërmarrjes së shërbimeve publike në ambientet e kësaj godine. Megjithatë, data sot është 16 janar dhe siç duket edhe nga pamjet, nuk është vendosur asnjë dorë apo të nisi punimet me qëllim zhvendosjen e ndërmarrjes së shërbimeve publike në godinën në të cilën u diskutua në mbledhjen e Këshillit Bashkiak. Në muajin nëntor të vitit 2025, gjatë mbledhjes së radhës së Këshillit të Bashkisë së Vlorës, u mor vendimi për zhvendosjen e ndërmarrjes së shërbimeve publike në godinën e ish shkollës Shaban Demiraj. Kjo godinë, e cila prej vitesh nuk kryen asnjë funksion dhe ndodhet jashtë përdorimit, u konsiderua si ambient i përshtatshëm për sistemimin e ndërmarrjes dhe mjeteve të saj. Sipas vendimit të miratuar, godina duhet t'i nënshtrojë rikonstruksionit për të përshtatur me nevojat të ndërmarrjes së shërbimeve publike, ndërsa zhvendosja e saj ishte planifikuar të realizohej brenda muajit janar të këtij viti. Ky proces synonte jo vetëm shfrytëzimin e një godine të amortizuar prej kohësh, por dhe përmirësimin e kushteve të punës dhe organizimit të shërbimeve publike në qytet. Megjithatë, ndose sot data shënon 16 janar, situata në terren mbetet e pandryshuar. Godina e ish shkollës Shaban Demiraj nuk ka psuar asnjë ndërhyrje apo rekonstruksion, ndërsa ndërmarrja e shërbimeve publike vijon të mos jetë zhvendosur nga ambientet aktuale. Mungesa e punimeve dhe vonesat në zbatimin e vendimit të Këshillit Bashkiak kanë ngritur pikpyetje mbi ecurinë reale të projektit dhe respektimin e afateve të përcaktuara. Deri më tani nuk ka një sqarim zyrtar lidhur me arsyet e vonesës, ndërsa mbetet e paqartë se kur do të nisë rekonstruksioni i godinës dhe kur do të realizohet zhvendosja e ndërmarrjes, ndërkohë që ish shkolla Shaban Demiraj vijon të mbetet e braktisur, duke reflektuar edhe një herë tjetër problematikën e zvarritjes së projekteve të miratuara.